Përshëndetje ju them të gjithë ndjekësve të mi në YouTube. Unë për veten time të gjitha video që i kam bërë, kam dhënë shumë pak metoda se si njeriu mund të mbrohet nga narcizmi, pa marrë parasysh kush është babai, nëna, vëllezërit, motrat, partnerja, shefi, apo kudo që e hasim në jetën tonë të përditshme, për shkak se nuk të hy në punë metodat ti pa e njohur se çka janë në gjendje ata të bëjnë dhe cilat janë veprimet e tyre që ty personalisht të duken krejt normale, mirë po doza në të cilën veprojnë, sepse duke filluar po fillojnë nga gënjeshtra, për shembull. Narcistët gënjejnë në mënyrë shumë perfide, ata të gënjejnë ty dhe asnjëherë nuk e pranojnë gënjeshtrën. Bile unë kam dëgjuar edhe një psikolog i cili e ka studiuar narcizmin dhe thotë se me të vërtet narcistët pas një gënjeshtre ata e kanë një mekanizëm në trurin e tyre të cilët i bën ata vetë të besojnë në gënjeshtrën e vetë dhe përderisa ata vetë e besojnë gënjeshtrën që e kanë trilluar, ata janë edhe në gjendje të shiqojnë në sy ty dhe të thonë jo, nuk kam gënjur, nuk është, kjo ajo ishte vërtet çka të thash ty, dhe më thanë që para me nda aq kompleks është truni tyne, sa që edhe gënjeshtrën e vetë që ka krijuar, ai fillon ta besoj. Ai për shembull ti edhe pse e din se ai ty të ka tradhtuar, të ka mashtruar dhe ti ke edhe dëshmi për atë, ai prap këmbgul dhe ti për ta menjanuar një dramë të cilën din narcistët, e kam spjeguar edhe atë zemrimin narcist që është special për ta, do të shpërthejnë me ty, do të thonë fjalët më të liga që ekzistojnë për nëse ti tenton gjithsesi që ta zbulosh gënjeshtrën e tij, të cilën ai e beson 100% se nuk ka gënjur. Në shumicën e rasteve narcistët edhe thonë jo, unë nuk kam gënjur, por unë nuk i kam treguar asaj, se e di se si reagon ose atij si kam treguar, mirë po unë nuk kam gënjur. Të thotë ja si çfarë manipulimi është ky kur njeriu e mendon. Dhe për shkak të kompleksitetit që e kanë në trurin e tyre, ata edhe e besojnë atë. Do të thoja që për të mbrojtur nga narcizmi nuk ka edhe shumë mundësi, për shkak se ata e kanë studiuar një jetë të tërë, veprimet e tyre dhe se si ti manipulojnë njerëzit dhe si ti bëjnë për vete, se si njerëzit të besojnë se ata pa narcistët apo narcistën ai nuk ka jetë dhe të besoj se ata nuk mund as të marrin frymë, për shkak se zakonisht unë e kam spjeguar tek videot e tjera, njerëzit që lidhen me narcistët apo ata veç kanë pasur prakisht me familja, qysh në femirinë e tyre të hershme, ata e njohin narcizmin dhe ju duket krejt normale sjellje që i bën partneri apo partnerja. Mirë po ti me një kohë të gjatë, për shembull, kur ti mendon se çdo gjë është normale, ti reagon vetëm atëherë kur fillon të reagoj edhe trupi yt dhe fillojnë të shfaqen edhe sëmundjet, për shkak se trupi jon vazhdimisht neve na paralajmëron dhe na thotë se diçka nuk është në rregull. Mirë po ti kur e kupton, ku dua të them është që unë duhet ta kuptojmë një herë se si veprojnë narcistët, çka bëjnë ata që për të na manipuluar neve që ne të besojmë se jemi fajtore, dhe kur ti beson vetë se ti je një fajtor, atëherë ti vazhdimisht nuk je në gjendje që ta mbrosh vetveten. Dhe në momentin që ti e ke mësuar atë strukturën e tyre, ti e din se si veprojnë, atëherë ti fillon gjithçka, të fillon dhe e vën e pikpyetje, asgjë më nuk beson, asgjë. Dhe kur ti fillon në asgjë të mos besosh, atëherë do ta shohësh se krejt ka qenë veç një iluzion
Asnjëherë ai apo ajo ty nuk të ka dashur. Ajo nuk e njeh apo ai nuk e njeh çka është dashuria e vërtetë. Dashuria në mes dy njerëzve pa asnjë kusht. Ta trajtoj të që do thot ta trajtosh tjetrin pikërisht siç dëshiron të trajtojnë ty. Në realitet as ti nuk e dashur asnjëherë për shkak se ti e ke dashur vetëm atë profilin e fillimit që të është shpalosur kur ai ka qenë në ato fazat që ka dashur që ty të bëj për vete, ka dashur që ti të besosh në te, që në të ardhmen ai të bëj me ty çka të doj, apo ajo, se unë vazhdimisht po harroj që ta përmendi në të dy gjinit, mirë po ju lutem merreni se këtu ka të bëj me të dy gjinit, mirë po ti kur e kupton se nuk ka pasur asnjëherë një dashuri, ka pasur thjesht një marrëdhënie, apo një dhënie më shkurt, se në fillim ai vetëm të ka dhënë diçka që nuk ka qenë e vërtetë. Asnjëherë nuk ka pasur atë dashuri, dhe pasi nuk ka pasur dashuri dhe nuk ka qenë vetëm një diçka që ai e ka dëgjuar, e ka mësuar dhe e ka perfeksionuar se si ta shpalos ti ja ke kthyer në mënyrën më të fuqishme që ke ditur. Mirë po ajo dashuri ka shkuar në ajër dhe nuk e ka takuar askënd për shkak se aty brenda është vetëm një avatar apo një figurë e cila ka ekzistuar për një kohë dhe nuk ekziston më. Personi të cilit ti tani më duke mësuar dhe lexuar e ku kuptuar se aty brenda ndodhet siç thot Sam Vaknin, thot atje nalt, thot tek narcistët, apo siç thot ai për veten e vet, thot të gjithë mendojnë thot se atje në katin e tretë dikun është drita dhe ti je duke menduar se aty brenda është dikush brenda asaj shtëpie, mirë po në realitet thot aty nuk është kërkush, thot dhe është diçka e thatë për brenda, ashtu është edhe një narcist apo edhe një narciste. Dhe ti kur e kupton, për ty është një shok, për ty është ti ke një luftë të brendshme që nuk mund ta paramendosh si është e mundur që unë kam dashur, unë kam sakrifikuar, unë kam bërë gjithçka, jam manipuluar, kam shkel mbi çdo vlerë që ka ekzistuar e imja, për shkak se narcistët normal në fillim do të thonë ty se edhe unë jam religioz, edhe unë jam fetar, edhe unë i kam pikërisht vlerat e tua, jam besnik, jam këto, mirë po në realitet ata janë në gjendje ta ndrojnë çdo minut mendimin, çdo minut besimin, çdo minut partnerin dhe nuk e kanë asnjë problem. Dhe kjo është se për shkak se ata luajnë një rol dhe nuk janë vetvetja brenda, nëse brenda tyre nuk ekziston ai personi i cili të është shpalosur ty, ai personi i cili ti ke menduar se e ke, dhe për atë në fillimin e atë silent treatment apo kur fillon ai të distancohet, për ty fillon të shembet bota jote dhe fillon ta pajsosh vetveten, thua si është e mundur, gjithçka ka funksionuar, gjithçka ishte mirë dhe pse tani gjërat kanë filluar gjithçka mos unë, për shkak se ti e paramendon dhe thua në fillim gjithçka ose kjo ishte dakord me mua, gjithçka përputhej, kurse tani është diçka krejt e kundërta ime dhe për te asgjë nuk ka vlerë, asgjë, i ndron vlerat simbas thjesht simbas dëshirës, si i konvenon asaj apo atij, dhe ti thua si është e mundur, fillon tani të tronditët bota jote dhe fillon ta kuptosh, mirë po në realitet aty edhe fillon ai shërimi yt, për shkak se ti e kupton se
Gjithçka ishte një lojë dhe fillon që lojës t'i japish fond duke u kthyer në realitetin e hidhur, që në realitet ka qenë gjithkohën aty, mirë po ti e ke lullzuar, ti e ke zbukuruar dhe i mbjen dhe ke thënë jo, nuk është ashtu, mua po më duket pikërisht ashtu siç të ka mësuar narcistja, apo dhe narcistja vazhdimisht të ka mbajtur te huna se ti ke gabime, ti ke defekte. Shumica e njerëzve për shembull për shkak se është një veti e narcisme shumë e fuqishme që ta përqeshin dukjen tënde, shumica do të thonin për shembull pikërisht ato gjërat që i kanë ngulitur në kokë, ato gjërat që i kanë thënë narcistët se pamja jote është kështu, se trupi jot është kështu, por ju betohem se nuk ka të bëjë. Ju mund të keni 200 kg, ju mund të keni një mjekër, ju mund të keni flok të dendur, ju mund të jeni edhe pa flok hiç, ju mund të jeni ku ta diun se si, gjithmonë ata do të thojnë ja të kundërt e asaj që e keni ju, ata do ta thonë se do të ishte mirë sikur kështu të visheshe, ose sikur kështu të t'i lëshoje flokët, ose të bëje këtë, ose të mirë, po në realitet ajo ndodh vetëm për ta humbur vetë besimin tënd, për ta lëkundur atë dhe që ti të mendosh se ti nuk je në rregull, dhe duke menduar se ti nuk je në rregull, normal ti do ta ngrisësh atë dhe do të thuash ky ma do të mirën ose kjo ma do të mirën, dhe ti nuk do të jesh rehat në lëkurën tënde, edhe para njerëzve të tjerë, njerëzit të tjerë do të thonë po si është e mundur kjo ose ky shihet se nuk është në rregull, ky është vazhdimisht në stres ose kjo është në stres, kurse narcisti ose narcistja do të del para të tjerë dhe do të merr thjesht atë shkëlqimin tënd që e ke ti dhe me të ai do të mburret ose ajo dhe do të thotë se ky ose kjo është kështu e ashtu. Dhe ti do të mendosh tërkohën dhe ti jenë stres, domethënë, mirë po ti kur e kupton se asgjë nuk ka qenë reale dhe gjithçka ka qenë një manipulim, një mashtrim, një diçka special e ndërtuar vetëm me vedije, pa vedije dikon që ty të mbyllet goja dhe ti mos të shohës asgjë në këtë tokë dhe për ty mos të ekzistojë asgjë në këtë tokë përveç narcistit apo edhe narcistës që e ke përballë dhe ta lartësosh, ti thuash se ti je jeta ime, unë pa ty nuk mund të jetoj. Mirë po ti kur e kupton, atëherë gjërat fillojnë të ndryshojnë dhe duke të lartësuar në fillim dhe duke u bërë sikur partneri është partneri ideal, siç e kam shpjeguar edhe në fillim të videos se si është lidhja në fillim, atëherë ti mendon se gjithçka mundet, ti mendon se ke menduar deri tani se gjithçka është faji yt, mirë po kur e kupton se tek ti ka ndodhur një manipulim psiqik dhe tani më nuk ka asnjë bazë. Në silent treatment, siç e thash, kur ai fillon ty të kur ai apo ajo fillon ty që mos të flas, mos të reagoj, thjesht të trajtoj sikur ti je vetëm një ajër aty dhe ti fillon të ndihesh keq, ose kur ai fillon të mos të tregoj ty asgjë, mos ti bëj gjërat ashtu siç din ai ti bën, për shembull të shkoj tek femra të tjera dhe mos të pranoj tradhtit, mos t'i bëj asnjëherë, ti fillon të coptohesh brenda vetes dhe thua se diçka me mua nuk është në rregull, se ndoshta nuk ka ndodhur, ndoshta ka ndodhur, ndoshta nuk ka ndodhur, dhe kjo të bën ty që të vdesësh për brenda. Mirë po ti kur e kupton se gjithçka ishte një lojë, atëherë fillon dal ngadalë të rigjenerohesh, ta marrësh vetveten dhe ai mund të shkoj ku të doj, ose ajo mund të bëj çka të doj, për ty është thjesht vjen ajo faza kur tani për ty është ti e kupton se gjithçka ka qenë qysh në fillim kështu dhe
nuk ndjejnë më zemrim, nuk ndjejnë më urrejtje, nuk ndjejnë nevojën për ta kontrolluar, nuk ndjejnë nevojën për të fillon dal nga dal shërimi yt për brenda dhe fillon t'i kthehesh vetvetes. Fillon sepse ndjen se ti ke përgjegjësi edhe ndaj trupit tënd, ndaj shëndetit tënd dhe nuk është vetëm nuk është vetëm ai iluzioni që ke menduar se unë duhet të bëj për te ose për femrën apo për mashkullin që e ke në krah dhe duke bërë për te, duke qenë ai ose ajo e lumtur jam edhe unë. Jo, tani ti e din se gjithçka është fake, gjithçka ka qenë dhe do të jetë deri në fund të lidhjes. Ju mund të jetoni si dy shok, ju mund të jetoni si dy njerëz që duhet të jenë bashkë mirë, po asnjëherë nuk duhet ta mendoni që është një lidhje normale, siç është një lidhje e fuqishme mes dy njerëzve, mes dy shpirtrave, mes dy zemrave, një dashuri platonike, një dashuri që nuk vdes kurrë, një dashuri që e ndjejnë njerëzit që janë mentalisht të shëndetshëm dhe nuk kanë probleme në personalitetin e tyre. Ajo është ajo dashuria e vërtetë, mirë po mos e mendoni, mos e pritni se do të ndodh pikërisht me narcistët apo edhe me narcisten, sepse nuk e ka atë kapacitet, nuk e ka mësuar kurrë, nuk e ka përjetuar kurrë. Ti nuk mund të kërkosh diçka nga dikush që kurrë në jetë nuk e din çka është ajo gjë dhe ai ka mësuar vetëm që se si duket, mirë po jo edhe se si ndihet. Andaj edhe dije gjithmonë që çdo gjë që e ka bërë ndaj teje i është bërë edhe atij si fëmijë dhe ai ka mësuar vetëm ato që ka po, ato që ka përjetuar dhe për të mbijetuar i ka krijuar ato metoda, mirë po ai ka vazhduar metode asnjëherë për shkak se nuk din diçka tjetër. Ti nuk mund të kërkosh një person i rritur që ka kaluar mbi 30, 40, 50, ku diun sa vjeçar është, e të kërkosh që ai të fillon një proces që është i pamundur. Simas Sam Vaknin, vetë një narcist i diagnostifikuar disa herë, ai edhe vetë thotë se nuk ka mundësi, thotë nuk janë procese të cilat thotë nuk kanë ndodhur kur është duhur dhe tani nuk shanca thotë është ka humbur, nuk ka mundësi thotë edhe një herë që të kthehet. Andaj këta njerëz që për të cilët unë fola, për narcistët nuk duhet pritur asgjë, nuk duhet që ata do të përshojnë ose do të bëjnë. Unë ju përshëndes dhe do të bëj një video tjetër simas Sam Vaknin, nëse dikush patjetër dëshiron që ku ta diun për çfarë arsye biznesi, për arsye familjare, për arsye ku ta diun, është e pamundur që të jetë në no contact ose të largohet përgjithmonë, atëherë unë do ta bëj një video që të paktën ato konfliktet jenë më të vogla dhe të mbrohet vetë personi i cili ka të bëjë me ta mbroj vetveten minimalisht se sa ka mundësi. Unë ju përshëndet dhe një ditë e mirë. Faleminderit që më dëgjoni.